Adrian Doko, një shqiptar në garë për Këshillin e Qytetit të Louisville. Adrian Doko, antar i aktiv i komunitetit shqiptar amerikan, ka shpallur kandidaturën e tij për Këshillin e Qytetit në Louisville, një Shtetet e Bashkuara. Kandidatura e tij është bërë publike nga përfaqësues të komunitetit, të cilët theksojnë angazhimin e tij të vazhdueshëm në jetën qytetare dhe komunitare. Doko ka qenë më parë antar i bordit të AACC, Tax, Albanian American Community Center në Texas, si drejtuesi i komitetit marketingut, rol me të cilët ka kontribuar në forcimin e bashkëpunimit të organizimit të komunitetit, njihet për përfshirjen në iniciativa që synojnë ndërtimin e urave mes qytetarëve, mbështetjen e bizneseve të vogla dhe promovimin e vlerave familjare. Louisville u ndodhet edhe qendra e komunitetit shqiptar ku jetojnë shumë familje shqiptare, përballet me nevojën për përfaqësim lokal që njeh nga afër realitetet e komunitetit dhe sfidat të qytetit. Mbështetësit e kandidaturës së Dokës vlerësojnë se ai përmbush këtë profil duke kombinuar përvojën komunitare me angazhimin qytetar. Në kuadër të fushatës është bërë thirrje për mbështetje publike dhe financiare për kandidaturën e tij.